Të nderuar shikues, faleminderit që do të na bashkoheni sot në një intervistë ndryshe. Në emisionin Zërat e Lirisë ne do të mundohemi të sjellim personazhe të cilët e kanë paguar shtrenjtë të qenit të lirë, sepse kanë qenë të lirë atëherë kur liria mund të kushtonte jetën, mund të kushtonte burgosjen, mund të kushtonte internimin e familjes, dhe i tillë është edhe personazhi që neve do të kemi sot të ftuar. Zenel Drangu është një personalitet i cili së fundmi edhe është vlerësuar me një çmim ndërkombëtar për kontributin që ai ka dhënë në memorien historike dhe pajtimin e Europës. Dhe është një kënaqësi që neve e kemi sot të ftuar në këtë sallë, e cila në fakt ka shumë nga imazhet e atyre që janë burgosur në regjimin komunist. Neve kemi rreth 34.000 të burgosur politikisht gjatë atij regjimi, gjithashtu 6.000 të vrarë dhe mijëra të internuar. Dhe padyshim, kushdo që i ka vizituar dhe burgjet e komunizmit e kupton se qëllimi kryesor i tyre ishte heshtja. Që t'i bënte njerëzit të heshtin, por nëpërmjet këtyre intervistave ne do të japim kontributin më të mirë për t'i bërë sot në këtë kohë kur teknologjia dhe marketingu ka marrë një hovë, ne do të mundohemi të bëjmë marketing të vërtetës, për të pasur një pamje 360 gradë se kush ishte vërtet fytyra e komunizmit. Zoti Zenel, faleminderit që pranuat ftesën, është kënaqësi e veçantë. Që bëni këtë intervistë që të rritë të retë ta dinë se ç'është kanë vujtja në të lloj sistemit. Se e keqja është që nuk ka fut në tekste shkollore. Pikërisht, ky është edhe qëllimi i këtij emisioni dhe kësaj interviste, sepse mbas viteve 90 ka shumë që e kanë treguar historinë e komunizmit në petkun e të shndërruarit në demokrat, ndërsa është një kënaqësi edhe privilegj i veçantë që të vërtetën e komunizmit na tregoi dikush i cili e ka vuajtur në kurriz çdo të thoshte të ishe antisistem në atë kohë. Zoti Zenel, do e fillojmë me një pyetje e cila do na kthej pas në kohë. Në çfarë viti jeni arrestuar? Çfarë moshe kishit në atë kohë dhe cila ishte akuza ndaj jush? Unë jam arrestuar në 14 prill të vitit 1973. Dhe akuza që kisha unë ishte tradhti e lartë ndaj dhot. Për arsye se unë kisha thyr kufinin dhe dal në Jugosllavi në Ulqin. Pra, unë në atë kohë, me thanë të vërtetën që me keni si tjerë, unë një farë mënyrët e kam thyr ligjin. Pa ka pas tjerë që janë kënë më keq se unë, që janë dënu për i fjallgojët, se të fakten unë e kam ditë që e kam nërmarë atë rrugë, se 2 rrugë ka, o do vriqe atje në kufi, o do kaloshe. Kalova atëherë marrëveshja që ka pas shteti shqiptar me shtetin Jugoslav, ka kënë këthimi, pra dhe më thanë edhe interesimi se na kanë rrugë me Kosovar dhe në 40 lekëve të kanë pagu dhe me lekë, gjitha ta mënyrët i kanë bon këta, vetëm e vetëm që me majtë të mëllun popullin shqiptar që mos me dhonë mundësi me ikë asnjë jashtë vendit, se ka kënë edhe tjetëra. Nëse ke ikë, kanë internu familjen. Pra da është, si me thonë shumë me kënë edhe i papërgjeshëm, me thonë drejten, që me marë rrugën për marë ratis, si jo ke lanë pasujet familjes. Dhe njëru do të me kënë për familjes. Kjo është edhe një ndërpyetje që unë kisha. Në atë kohë, momentin që të ndodhte arrestimi, gjëja e parë që ju shkonte në mendje, sepse janë disa kuriozitete, cila sidomos unë që kam lindur në 87-ën dhe të tjerë që kanë lindur edhe më mbrapa, kur i dëgjojnë këto histori, çuditen shumë dhe ndonjëherë ju duken surreale, duken si skenar filmash. Dhe kjo gjë edhe kuriozon për të ditur më shumë si ishte në të vërtetë pjesa kur arrestohesh, e kishe më shumë frikë për veten apo më shumë frikë për familjen, sepse e dim që regjimi komunist përdorte çdo metodë për të dekurajuar njerëzit që të dilnin kundër. Sinqerisht,
ka kënë të gjithë që kanë kënë atje me mu, ka kënë frikë për familjen. Pra dhe më thanë, a dashtë që ne detyrimisht të silla mirë, që mos me sjell pasoja familjes. Pra dhe më thanë, më në thu shumë rase arratisjes, i kam pas mundësit, nuk kam ban për hirë të familjes që mos me ndërrojnë familjen. Pra ata që kam ban, kam dashtë me i pagu vetë. Nëse nuk do ishit burgosur, cilat ishin planet tuaj për jetën, për të ardhmen? Domethënë si e shikonit në atë kohë veten, nëse s'do ishte pjesa që u burgosët padrejtisht? Shisha, jeta atëherë në atë kohë ka kënë monotone. Pa dhe më thanë, ka kënë si një ditë, si një ditën tjetër, si një javë, si një javën tjetër, pra e përdiqme, e përviqme. Nuk ka pas kërfar në rëshimit. Pra, ke jetu në terror, në frikë, se je kënë, si me thonë, gjithmonë i rrezikum, se pa arrestohem. Pa bom, pra dashtë me, kënë që ka li karotës, punë, shpi, dhe mos më morë, mos e loj gjëjë tjetër, dhe mos me komentu, asë dhe një film në të kohë, që filmet kanë kënë shumë të kontrolum, pra s'ke mujtë se ta kanë këthyr në agitacion e propagandë. Pra ka kënë shumë e vështirë jetesa për pjesën më të madhe të popullit. Duke përjashtu ata që kanë kënë titular të ati sistemi që kanë kënë me detyra të rëndësishme, pa dhe ata s'kanë kënë sigurt, sa dhe ata kanë kënë rrezikum dhe s'kanë zgudzu me folca dhe muret kanë pas vesh, kanë thonë në atë kohë. Po si që kemi parë që gjatë regjimit komuniste edhe shumë nga nomenklatura komuniste gjetën atë për cilën, si me thonë, neve kemi një shprehje që themi kush i bën gropën shokut bie vetë brenda, dhe në atë rast ka ndodhur e njëjta gjë ku me detyrën më të lartë ishte edhe kryeministri Mehmet Çeu. Jam kurios të di me çfarë merreshit gjatë qëndrimit në burg. Neve kemi raste për shembull të poetëve ose të personave që kanë kompozuar këngë, janë marrë me krijimtari të ndryshme dhe është shumë e habishme se si njeriu në një gjendje të tillë i rrethuar, i izoluar në kushte terrori, prap shpirtin e ka të lirë edhe arrin të bëj aktivitete të ndryshme që në mendimin e parë duket si e pamundur. Sidomos për brezin tonë, pasi ne jemi mësuar me kushte tjera, ankohemi për gjëra shumë të vogla ndonjëherë, ndërsa brezi juaj dhe ju konkretisht në kushte të tilla keni gjetur kurajon që të mbijetoni, dhe ja ku jemi sot e kësaj dite, të gjeni kurajon të vini ta tregoni historinë tuaj e cila i vlen shumë edhe brezit të ri. Të thëmë vërtetën, trupin e kena pas burg, po mendja ka kene lirë, pra mendjen s'ka mujtë me burgos. Atëherë, atje në kotë lirë që shumë herë edhe na dënoshin, pra ka pas lojna, pra një orë gjysmë me lujt, shatë domina, si mos qefet, dhe ka pas njerës, si da mos kotë qartë, që kanë kënë shumë, që i bishin kitarave, që ishin 10-15 vetë, që i bishin kitarave, ishte i knaqi e veçantë, për me një gjurë që ata i bishin, na një gjurëshin për një orë gjysë. Atje si me thonë preferencave të njëriut. Unë, për shamull, si person, kam zgjallë gjatë kohës atje, që kam kënë një lirë, kam zgjallë leximin. Kam lexu libra të shumë romane, se me mësu gjumë, ka kënë shumë rrezikshme se të dënoshin, nuk ishte problemi se po të dënojnë edhe 10 vjet tjera, po ishte problemi se kush doro të izolimin, me të izolu 30 ditë mbi Rucë, një temperaturë minus 15 gradë, se thoshin ti që po mëson gjuhë uja, po pregaditesh për me marrë pushtetin. Dhe kurse si, nuk ishte lejushme. Atje kanë mësu, se ke pas që kanë mësu, që kanë rreziku, si me thonë, me shumë vishtësi, ka pas dhe që kanë mësu, dhe në spaqë. Kurse në Borrell,
ka kënë e lejushme, se për burrelit e kanë ditë që i s'dalin kur ma, edhe i kanë lanë të lirë që me lezu gjithfar literaturët e libra e gjithë, me mësu dhe gjuhë të uve se e dishin që s'kanë për dalë. Gjanë që ka rezultu e kundër ta se i thoi një fjallës ka denu robi dhe s'ka denu i madhi zotë. Pra që i erdhë koha që edhe me dalë që i shdolën natë dyshin dhe gjithë ata. Se ka pas njëri që ka kënë një shumë i denum që i ka taku me maru denimin në 2005 për shambull. Nuk ke pas garanci, je denu se jeri denu atë në burg. Kanë kriju grupe, 20 vet kanë vu një kryetar, një nën kryetar, ata i kanë pushatu kryetarin nën kryetarin, tjerë të janë denu me denime 25 vjet. Te praktik kanë njek deri kur vdiq Enver Hoxha në vitin 85. Në fakt, dim disa raste kur të burgosur aty hynin për gjërat vogla dhe më pas dënoheshin e ridënoheshin dhe ka pasur nga ato që kanë vuajtur dhe 40 vjet ose mbi 40 vjet burg që është totalisht e pa imagjinueshme për kohën kur ne po jetojmë, ku edhe krimi më i rënd, maksimumi që mund të dënohet është me 25 vite burgim. Një pyetje tjetër që do kisha për ju ishte edhe kjo në kuadër të kuriozitetit që ngjall ajo kohë kur ishen në burg, duke qenë se gjatë kohës që njerëzit ishin jashtë, frika më e madhe mund të ishte që të bie brenda në burg. Po momentin që arrestoheshe, heqim atë pjesën e parë që mund të ishte traumatike, a çliroheshe nga frika ndaj regjimit njerëzit që ishin brenda në burg? A ishin të lirë të shprehnin opinionet e tyre, apo dhe ata ruheshin nga pjesa e ridënimeve ose dënimit që mund të mësonte edhe familja? Në mënyrë absolute jo. Do shë më rujtë shumë me ke bisedon. Pra për bisedu lirë shumë sa atje detyrimisht nuk ishe për të thurë lavde pa ati regjimit. Pra detyrimisht do të shashe me basë. Pa ishe problemi se duhet gjithë njeru me ke me folë që me shfrynë dufin atë semrimin që u akumulote me ditë, me muje, me vite. Por kjo ishe se atje ka pas shumë njerëz mirë, ka pas edhe bashkëpunëtor sa dush sigurimit atë, se vite komisari për shembull dhe thote Shahin Skura. Ishe i fije baballëk se pa shkollë, ishe me luftë, 4 klasë shkollë, thote unë di që ndodh jashtë, jo ma këtu të ju, që një nër të re, ashtë i jemi, që mi bjen vetë se qa flitet dhe qa batë. Dhe shu ishte vërteta. Na kena rritë dhe 1400 vetë, ka pas atje që janë njoftë, ka pas edhe që janë njoftë. Ka po të klate në miku o shoku që ki pi kafe me te, di shmitar ka dalë dikush tjetër që ka kënë profesionist, aty, pra që ka dalë 100 vetë di shmitar. Fatos të boja po të bojnë punë bukur, se ku boni liber në ridenimi, i qiti me emna, i dekonspiroj të gjithë, ata, i tha me emna të gjithë aty në libër, dhe boni shumë janë. Kam dëgjuar në një intervist tjetër tuaj kur ju përshkruar një torturat e komunizmit dhe një ndër to ishte edhe qëndrimi në Biruc, ku qëndroni të lidhur nga këmbët dhe duart, pa mundësi për të liruar as në gjëra që janë fiziologjikisht të nevojshme, dhe në kushte të tilla, në temperatura shumë të ulta, në gjëra të cilat do të thyenin për brenda njerëz me shumë kurajo, dua të pyes, ku e gjeni të forcën për të vazhduar? Domethënë, në momente që je izoluar totalisht, dhe në ato momente kur minutat duken orë edhe orët duken ditë, çfarë ju jep të forcë? Shqyqa kja është i forcë që ta jep i modhi Zot. Se këta nuk kanë besu atë në Zot, për na kena besu. Dhe është i modhi Zot që na ka dhënë forcën sinqerisht e thamë. Një fuqi e miniatyrshme se është e pa mujtën ti e rezistosh. Për shembull, kur nuk arrishe që me ban ciklin, pra me ban normen që u kërkote me detyrim, të fuqin dhomë të izolimit. Dhoma e izolimit ishte 1,5 me 2. Pra atje
të zhvishin të gjitha teshat që kishe dhe të lenshin me gjaket që ishte bezet dhe këmish bezet. Pra, imaginojnë në temperaturë minus 15 gradë, atje të rrishe me këmish bezet dhe me gjaket bezet. Dhe nëse kishe kanatjere, to të polici që kishe tonën, që kishe prunë familja, ndashmoj kanatjeren, ndashmoj këmishen. Pra dhe më thonë se nuk lejo të dyja. Atër, ka pas denimin me rregullore, kuptohet e punë, që për personat veçan, je dënu një muj birus, dhe plus i muj birus, ka dënu 10 ditë kam shedur shlillun. Atër, kjo dënimi kam shedur shlillun, ishe një tortur njerëzore, që më mërmendin se kanë bo SSS, as fashisat, se ka apliku kërkush. Dhe që ishe ma kesja, nuk t'i zhdhilësin durët, që me shkollën toalet, që me kry nevojët tuja. Dhe për me hongër, atë gjellë miserabel që ishte për shumë a pa qaj, ta jepte një shok që ishte i dënumë dhe si ti në lobë d'izolimit, që me kry nevojët tuja personale. Pra, pa marru dhe diqin, nërë absolute nuk t'i zgjilësin. Ka ba vakin në i herë që ka qilu në i policë, se nuk përjashtohen, ka pas edhe nga ata që kishin kësjardhje. Pra dhe më thonë që me t'i zgjil për momentin, pa dhe ata kishin frikës edhe vetë aty njëzit që ishin aty në vomë d'izolimit, ishin bashkëpërdor, raportoshin edhe policin për i të mirë që i bëndet të burgosën. Si imaginonit ju rënjën e regjimit komunist, sepse jam i sigur që keni pasur kohë për të reflektuar gjatë kohës që ishit në burg, gjatë kohës që mund të ishit në Biruc, ose edhe me njëri tjetrin me të burgosurit mund të kenë një folur për mundësinë e rënjes të regjimit komunist dhe ajo që neve kemi sot, a i ngjan asaj që juve mendonit atëherë? Unë desha me të përgjigj me një shembull kësaj pyetjes tuaj. Pa në kamp vishin nga teritoria kamp e burqeve, nga komiteti qendror, dhe në moshin fjallime aty. Dhe një rast, vjen njëni dhe thët, me që folje, jena shteti maj lumë të në botë, populli maj lumë të në botë, kena demokracinë këte, kena se, kanë pas natyrat e më livdu. Dhe thanë fund, kush ka në i pytje? Kush pytje? Hëmër tha, keni goj, kush ka në pytje? U që njëni, koçari ishte, e tha me lehe, sa të ka pas shumë njerëz ditën, ka pas tëna kategoritë, fshatar, punëtor, priftri, hoxhallar, intelektual, ka pas nga matë në rëshvet. I tha me lehe, unë tha kam i pytje. Pa dhe kësha me dita kam përgjigje për pytjen, dhe kam pasoja për pytjen. Pa tha përgjigje për pytjen këtha, se unë jam tha person tha që njëf majt gjishtave politiken e botës, se kam marru Universitetin e Tiranës. Tha pytje jeme, tha shumë e thjeshtë. Dhe kësha di, çdo gjë që lim avdes, po tha ligji natyrës, sa tha Zotit se kam besu, atëherë tha ky komunizmi në Shqipni, kur do vdesin? Tash unë jo dhash këtë shembull, që në fund erdhi liria dhe ma për ne, pra nuk e pruni kush. Ata dhani falëndimet studentat e të tjerë, se në protesta kanë dalë burgosit, pas i përmendën kërkum, ata që janë në përborgje, se i kam njoftë. Po, erdi fundi, që me dhanë shpirt, pa të fundit kena kënë na. Pa keqja ishte, se nuk u përgjigjen disa, se ishte më përgjigj disa. Pra, dhe më thanë ata që i kanë bëhë masakra, për shumë, ma nuk shme ftjo, nuk ishte me vdek, shtatin e vdekjes, për arsye se ka kënë kryetari i komisionit debim i ndërnimeve, që të ka pra makine dhe dera në 2 natës, pa ditë gjatë ka marrë me të tesha që ki pas veç, e të ka qurë në shtyllës të firit. Apo në Tepelen e Gjina Kasër, që kanë vujt të ndërnum dhe ma keshë të burgosën. Ta thamë me pasutin më të modës, i kam vizitu, i kam pa të vëme. Dhe më thonë që rregulloria ka kënë, pa rregulloria ka mëjt, pa keqja ka kënë që ata kanë shkel rregullorin komplet. Pra kanë bëha plus rregullores.
Pra nuk janë mjaftu më rregulloren. Dhe kja është aja e dënueshme që ja dash dikush me lanë llogari për atë punë gjatë për të cilën s'u dha kurrë dhe s'kërkon falje për ne kurrë. Pikërisht në kuadër të saj kisha edhe një pyetje. Duke qenë se këtu s'pati asnjëherë kërkesë falje, reflektim për atë që ndodhi. Si jeni ndjerë ju? E keni pasur ndonjëherë atë ndjesinë e hakmarrjes, sepse çdo njeri që i është bërë një padrejtësi, që e parë që do të dëshironte, do të ishte që t'i vije drejtësia në vend si një lloj shpagimi për atë që ka vuajtur. Po në rastin e Shqipërisë ne nuk patëm asnjëherë fatin që të shikonim ata që vranë, burgosën, i morën shumë njerëzve pronat, nuk e patëm fatin që të shikonim përpara drejtësisë. Kjo ju ka krijuar ndonjëherë ndjesinë e hakmarrjes? Të jemi sinqert, kena mendu me ardhin e demokracisë, pa i kërkon brenda vendit dhe jashtë vendit, pa i dënon si i dënojnë Nurembergu, kriminalet ata që bën krime. Dhe ne ja besum, pra këte ja besum demokracisë. Dhe s'ka ndodhur në asnjë rast gjatë gjithë kohës që moj mend që të ketë dalë një që ka kënë burg atje që të ketë vrarë një policë apo i komandant. U bë shkak një deputet i Parlamentit Evropian suedez që ja quajt me emrin Goran Lindland, që e ngriti këtë qeshje me të madhe në Parlamentin Evropian, që u aprovu për me dënu krimet e komunizmit. Dhe me kërkesën tonë të hermasesë të gjitha shoqatave pra që na kanë këto në Kryshina, u bon në 2006 e bani Partia Demokratike me në kry Sali Berishin, gjatë për të cilën me të kuadër të fjalëve. Dhe në 2009 u përsërit, po përsëri me të kuadër të fjalëve që nuk u bon. Pra ne këte kërkojmë, pra Enver Hoxha është 2 herë heroi popullit, 1 herë heroi punë socialiste, ta dinë gjithë populli shqiptar, ta dinë edhe ata 3 që se dinë që s'kanë pandin në atë kohë, pra se kush ka kënë Enver Hoxha, pra se i ka masakru njerëzit, ata që kanë pas personi, që kanë punu 4-5 pres me tregti, që kanë bërë personi, që kanë hangër dhe keq me rujt personin, erdhi Enver Hoxha, ju mori alin, i torturoi, i pushkatoi, i ndërnoi që në natë e dyshin kanë dalë për ndërnimit familjet e tyne, po bon asnjë lloj fajit, asnjë lloj krimit. Pra pse kishin punu gjithë jetën me lënë pasoni fëmijëve, nipave, me nërshmeni, e jo si sot, si shpunohet të zbanë sot. Patjetër, në historitë të treguara nga shumë veta që i kanë përjetuar, që janë edhe dëshmues të gjallë sot, në internim kemi pasur gra shtatzan, fëmijë që kanë lindur në internim, që është e pamundur që ata të kenë bërë ndonjë krim, por krimi i tyre ishte pse ishin të afërt të dikujt që ishte kundra regjimit. Unë vetë jam një ndër personat cilët kam lindur në Bodrum në Elbasan dhe nuk e mbaj mend sepse kam qenë shumë i vogël, më pas ka ardhur demokracia dhe familja është vendosur, por vetëm fakti dhe ideja që kam lindur në kushte të tilla më ka prekur emocionalisht dhe më ka bërë që edhe unë të marr me veten time një pjesë të zërit të stërgjyshit tim të pushkatuar, të gjyshit tim i cili është burgosur dhe fotoja e tij është edhe në sallën ku ne jemi sot. Kjo gjë që neve po bëjmë sot dhe unë nuk e shikoj sikur po bëjmë një punë, por në fakt ky është një mision për të treguar të vërtetën ashtu siç ishte, sepse përdorimi nga komunizmi i të gjitha mekanizmave të propagandës shpeshherë dërgon tek të rinjt mesazhin që në komunizëm jeta nuk ishte shumë e keqe dhe kishte siguri. Në fakt, në komunizëm nuk ka pasur siguri. Në komunizëm kishte terror dhe këtë e tregoi fundi edhe i atyre që ishin pjesë e strukturës së Partisë Komuniste. Atëherë për të vazhduar me një pyetje tjetër, unë dua të di sepse të përndekurit politik në fakt kanë shumë problematika të trashëguara. Sipas jush, nëse do bënim një
renditje prioritare të problematikave të tyre. Kush do ishte problematika që është më imediate, më urgjente për të zgjidhur për sa i përket komunitetit për ndjekurve politik? Sepse, siç e thash, mund të ketë shumë problematika, po dua të di nga ju një që qëndron në thelb, që mbas asaj hapet rruga për të zgjidhur edhe të tjerat. Shumë e drejtë pyetja, në vazhdimisht kena kërku se nuk ka kënë gjithë shka, që ta dinë gjithë kush, qeshtja parave. Nuk kena rënë burg për më morë parat. Asa diskutu kurra ja, kja vjen më rapa. Por qeshtja ka kënë, kërkesat tona ka kënë, integrimi i shtresë për njëgër politik, shoqëri si gjithë të tjerë. Pra, dhanja e statusit. Në kena një vërtetim, status që nuk kënë punë, s'ka kur fort drejtet. Fillimisht, janë bon diçka, se s'mundet më shumë zu çdo gjë me zero. Pra, u dha një vërtetim status, ku trejet nga familjet e për një politik, burgosë politik, shkun në shkolla, pa konkurs, pra dhe më thonë, nuk patën drejt për me dhanë konkurs, pa se si ishim të aftë na, më barazu me fmit e atëne që nuk kanë vujt, që që ka më ngu kurqion, kurse ne a mënu gjithë ditën edhe në burg, mos me pas mëndën kumë tjetër, vesh me pas mëndën me mosh barkun me buk. Pra, ja tjetër kumë, se kja ishe zgjilja. Pra, kur ishe që kishe mosh barkun me buk, fleshe rahat dhe kishe mëndën të fjetën, se nësë mëndoshim kur, se do dalim i ditë për burgut. Se thoshin vetë, erdhi në arreshtoj, drejtori i kampe burgjeve, me drejtorin e policisë, antarë komitetit qendror, Sulejman Manoku, që ishte drejtori i burgjeve, dhe në të rrasë në ishim rrasë i 1200 vetë burgosën, se kena shku dheri 1400, në u drejtu ne, mo bon tha deti kos, luk tha për ju, tha nuk gjinët, për ma hongër që mo bon deti. Dhe me marrë vesh se kanë zbarku anglo-amerikanë në Durrës, na ju rreshtojmë në të rrasë, dhe ju ekzekutojmë me mitralos. Pra do më thonë, ne në bite më të rrezikshëm, ne që ishëm burgosëm, po ko gjonë dorë, po a thik, po një briskë rojët, se sa i që vite me të zaptu për shumë me të okupu vendin. Pra kja ka kënë aja, si me thonë, vlerësimi që në kanë bon ata ne. Pra do më thonë se ti edhe kafshën që e ke, nëse ke kafsh shpunit, kur vjen darkë, i jep me hangër dhe amush barkun, kurse ne në ka mungu totalisht për me hangër se kena mush barkun kur, pa fatë mirësisht, kush ka pas nima, ka rrit me të gjallë. Unë falënderoj familjarët e mi, vëllezërit e motrat, që më janë qinë, kanë ardhë muj për muj atje dhe nuk më ka mungu ushqimi. Pa tjertë, nuk ja kanë ditë për 8 vjetë si e ka shien sheqeri, pra ju kishte e humaja njësia, ose voji, se ti thush kuj, atë se hell poshtë shkencën, hell poshtë mjekësin, që normativa ka kënë 3 gram e gjysë vaj, 7 gram sheqer dhe 10 gram oris. Pra pjesa që kanë kënë Regjimburgut. Kurse ne, që në kënë minjere, këna pas i fije motë përmirësume, rrëth 32 lek, që këna pas në ditë. Atëherë pa një kohë kur unë dhe gjithë shokët e mi, bashkëvujtësit e mi, i kena dhonë ditë shtetit 252.000 lek. Atëherë ju se kuptoni këte, pa përja afërsisht se qëfar bleret ka pas 252.000 lekshi, sa që ke blej një shpi, 3 dhoma e gozhin, me i ditë punet që i kam dhonë unë. Pra, një vagon bakër blisër, këte e thamë me siguri edhe me përgjësi morale ligjore, 50 vagona bakër blisër që këna qitë në ditë, kanë dalë një vagon 15 gram barë. Po, 50 vagona, 750 gram orë në ditë, plus bakërit. Pra, kanë majtë partit marksiste, leniniste dhe sigurimin e mërënësum dhe t'jashtum me punën tonë që këna po në përminjera.
Kam një pyetje që është pak, them ndoshta mund të jetë edhe sikletshme, mund të jetë edhe në një gjë që juve keni pasur mundësi ta diskutoni, sepse në atë kohë edhe lufta e klasave bëri edhe më të theksuar ndarjen, por kur keni biseduar me persona që i përkisin bindjeve komuniste, për ta ditur dhe ne që jemi në këtë moshë tani, me çfarë i joshte komunizmi njerëzit atëherë, se ishte një pjesë e madhe e popullit që edhe sot e kësaj dite, ndoshta me gjithë ndryshimet që e vërteta doli sheshit u pa realisht se çfarë ishte ai regjim, ata vazhdojnë të jenë pasues të komunizmit, që do të thotë ajo makineria komuniste sado të kishte anë të veta terta, kishte një gjë që i funksiononte mirë për fatin e keq të shqiptarëve, që i joshte njerëzit dhe shumë gjëra të cilat sot duken të pabesueshme, kemi parë reagimin e komunistëve të asaj kohe që besonin vërtet që Shqipëria mund të ishte në një mirëqenie ekonomike, në fakt ishte shteti më i varfër i Europës, që Shqipëria kishte një ushtri të fuqishme, ndërkohë që është e sigurt që nëse do kishin ndodhur luftra, fatmirësisht nuk ndodhen, ushtria shqiptare, siç u pa edhe më mbrapa, kishte një armatim edhe një përgatitje ushtarake shumë më të dobët se sa shtetet fqinje apo për të mos kaluar pastaj tek vendet më të fuqishme të NATO-s, që ishin në bllokun e kundërt në atë kohë. Pra, me çfarë i joshte komunizmi njerëzit? Shisha, ata kanë pas interesa se me paken antar partijet, se komunizm është ideal, komunista kanë kënë pak, shumë pak, se janë kënë njerëz të ndershëm, se unë i kam pas edhe në burg. Dhe kanë thonë, komunist kam bler, komunist jam dhe komunist dhe vdes. Pa jo me këtë lloj komunizmit që ka gjetë Enver Hoxha, se Enver Hoxha thoshin ata, nuk ka kënë komunist. Pa ta thoshin, bëri komunizm si puna Titos, si mos me të marrë pronën, mos me të marrë makinën. Unë di të them këte, di që kam lexuar librin e Marksit, ku ka shkruar vetë ai libër dhe që thët është një utopi, pra, pa besueshme, se ai nërsh ka shku, nërsh ka vepru. Pra, i se kur qështi librin dhe shpinë e ka pas vilë 3 kace, ku ka pas tokë dhe ka pas shqeptor, ka pas edhe gushinjer, bile, ka rritë dhe aty, sa që ka pas me shqeptor, mardhanje, që ka pas pa liqme dhe i ka falë zoti 3 vazhda, dhe të 3 vazhdat kanë përpunu të varëna në kanop, pra në litar. Pra dhe më thonë, si pasoj e dënimi që i ka dhoni malli zot për me pa të ulladi, se s'ka dënim ma të mall, që me pa ulladin, që me varë vedin. Pra atia ka që zoti për të keqen që i solli njerëzimit. Por, s'do të hëllë poshtë, sa thëtaj që ka shu librin, që në personalitetet, matë mëhet njerëzimit, tjetë përmuthet si person, kur se si thët se kishe përfqin Marksin në këtë liber. Po që ti bëjthet se ka 1 miliard e 200 milion i tharë ma zvedit. Po se libri i ti kapitali lexohet edhe sot për ekonomin. Po ka ke njoft tjetër, po dhaj se ka besu se komunisti, se s'mund këtë barazi, përse dhe 2 vllazë në shpi kanë mendimet të ndryshme. Një ama punëtor, tjetëri sa punëtor, dënë me jarë prej qilët dhërat, pra do të me kërku punën. Dhe kja ka kënë që këta kanë kënë një pjesë privilegjum që kanë pas interesa, pra antarët e partive, dhe i kanë shërby me dëvëshmëri, pa dhe ata si në kanë kënë, se pa të rritë një ko, pa të kënë me 3 kanë në fillim, atëherë, ma pa doli taloni, dhe që do më thonë taloni, pra 2 kile mill në muj një familje, atëherë 2 kile djath në muj, 2 kile mish në muj, ta kanë kënë, aja, bile një kohë që e pa të nëbon me talon, edhe peshkën, që peshk gjuncat Shkodra, liqeni Shkodrës, ka pas me furnizu
tonë Shqipnin, pra futen në talon, me mori shishe vaj, ullinit, pra në muj një familje. Dhe për të kënë atër në atë kohë, që edhe voji që ishte Kikiriku, të i thoshin në atë kohë që ishte i pare frinerum, edhe atër në hoqen, dhe për të në apliku për popullin, vaj balenash, që se atë as dreqi, që s'punote me fërgu as peshkën. Pra të më thani kja ka kënë gjendja e populli shqiptar ma keq si gjithë popullit e tjerë. Se mirë me tëna, komunizmi. Po shëndreqin i boni e nërhoq feja, besimi. Qatë keq i boni? Besimi, a gjamallë se feja një mënë dhe shtetin, një mënë dhe qeverin për disciplinu. Se thëtë, a i tjetëri, mirë mas për më shef ti, to vjellë për më shef i modhë i zëtë, dhe afernu në i të keqës. Pra do më thonë, to u shkomtarizu komplet njerjo, se mësoj, se doli mësoj praktika, se i herë, kur fillun me vjellë, a kënë për turp, se kanë thonë, qa ka bomar, ka vjellë, po asë faqen e zesë. Mësoj doli tjetëra, qa ka bomar, ka vjellë, ku shia i që e pa diti, po do më thonë, se u bomë në rjetesë, të tajnija, rogat dëtërim. Dhe kja ka kënë aja, po jo të gjithë kanë këtë lumë tonë, se në di me thonë këte, që e kam për njëzë që më kanë thonë, fëmijët e Haqileshit, djemët i kanë thonë, lironë më i fije, si më thonë këte, që të bëjnë i fije që e fërinia, atë, pra ata s'kanë pas të voj për vetë, se ma hongër me pikë, kanë pas, pa kanë dasë i fije liri, se kur nuk zotë të në vëllëni, si e ndin të gëzimin vetë, sepse ka kënë gjau mollë vit i ri atër, se një fest ka pas në vetë, se kanë festu të në populli. Dhe që banë Haqilleshi, i pa ditë fëmijët e vetë të hysë një kapo. Dhe i thëtë fëmijët e mi kanë mendime të gabume. Dhe hysë një kapo, ja i nërnën fëmijët dhe djemë të Haqilleshit. Dhe i thëtë e shoqja. I thëtë, që banë mërë, po si baba thëtë me pa ditë fëmijët me i nërnu fëmijët. E ndau të shoqen e i nërnëj dhe të shoqen. Pa i ta kanë kënë ata që në kanë qeverisë ne, e këna majtë shpresë në ta, se pa i kërë kanë falje Haqilleshit e pa të falë jetën. Ska pas kur që ndorë, me të falë jetën për bërgosët politik, vetëm me në hoxha dhe shoqja, në shmi hoxha, ata kanë pas tavër, për kush tjetër. Unë të falenderoj shumë, Zoti Drangu, realisht për ju dëgjoja me shumë kuriozitet, sepse një pjesë e madhe të historive që ju treguat janë të dëgjuar për herë të parë edhe nga unë. Dhe në pyetjen e fundit dhe atë që ka do doja unë, të jepni t'juve një mesazh për të rinjt. Cili do t'ishte mesazhi që ju do të kishit, një mesazh që ka rëndësi për vetë faktin se vjen nga dikush që e ka paguar shtrenjtë çmimin e lirisë të tij. Demokracinë, dhe mesazhi im për të rinjt e të reja të marrojnë shkollat dhe të punojnë për vendin e tyre. Sinqerisht e thamë, me sinceritetin më të madh, se lexoj shumë. Jena vendi në vendet më të pasuna që ka Evropa. Pra kena 300 ditë diell. Jena dhe më mirë se Spanja vendi i parë. Pra jena në sipërfaqe si kërkush me një klimë të mrekullueshme dhe shumë të pasur në tokën. Pra do të thonë me tona të mirat dhe nuk kanë nevojë të rritë të reja punojnë për vendin e tyre, që të bëhet si Zvicra ky vend. Dhe kjo mesazhi im që i jep sinqerisht. Unë fëmijët e mi, djalë e vajzë kam, nuk i kam lënë mu largu. Nuk i kam lënë, se mund të thojnë në tjeti, se unë s'kam drejt me bon këtë thirrje, nëse fëmijët e mi i kam jashtë. Pra fëmijët e mi i kam këtu. Në emër të përndjekurve Pikal, që rastin të falenderoj Zotin Zenel Drangu, dhe Zërat e Lirisë do të rikthehen sërish me personazhe interesante, të cilët do na ndihmojnë të hedhin dritë mbi të vërtetën e historisë së popullit shqiptar. Gjithashtu falenderojmë Fondacionin Konrad Adenauer që bëri të mundur realizimin e kësaj interviste. Bashkë me u pashim dhe shihemi në puntatën tjetër.